E kështu të dashur shikues se erdhi koha të realizojmë edhe intervistën e parë për ditën e sotme. Kemi kënaqësinë që minutat në vazhdim të ndajmë me trajnerin e fitnessit Elton Canën për të gjithë ata që kanë pauzuar për ushtrimet e tyre në palestra sportive me rastin e agjerimit dhe për ata që kanë shtuar peshë gjatë këtij muaji. Mirëmëngjes Elton dhe mirë se erdhe në emisionin e radhës. Mirëmëngjes dhe gjeta. Shumë kënaqësi që sot të kemi pjesë të emisionit edhe që kemi me fol për një temë që po besoj ju intereson shumë edhe shikuesve që e ka nalë fitnessin gjatë kësaj kohe. Elton, mirëmëngjesi, edhe kënaqësi të kemi, si që ceku jeta do flasim për shumë problematika që ndoshta njerëzit përballen, varësisht edhe nga organizmi dhe nga mënyra se si u ndikon pauza e gjatë nga aktiviteti fizik gjatë Ramazanit. Si ndikon kjo tek personat? Po, sidomos të ne që është kulturë me majtë Ramazanin, shumica e njerëzve që janë të apasionu mas fitnessit e ndalin gjatë muajit shajt Ramazanit. Pauza një mujore nuk është një pauzë e cila mundet me ndiku shumë negativisht. Ajo varet ma shumë edhe për personave në veçanti. Njerëz mundën me shtu pak pesh, ose është dopsi fillestare, i thojnë, do më thonë ndihem pak ma dopt kur shkojnë në fitness prap, po nuk është diçka që nuk rekuperohet. Po pse e ndërprejnë dhe nuk e praktikojnë për shembull me shku në fitness ndosha mas iftarit ose masi që t'hajnë buk? A nuk preferohet kjo? A preferohet kjo ti si një trajner, ajo kishte sugjeru me thani mos e ndërprej, po hajde mas iftarit? Për shembull i kom pas me Ramazan, edhe pse i vetë misan që u kon një keq që ato ditë u kon që më pështjellshin orare. Po përveç asaj ne ja preferoj secilit që mos mi nal ushtrimet kur. Po a ka pas edhe si klientat që edhe me Ramazan kanë ardhur me ushtru, edhe gjatë kohës kur kanë qenë në atë kohën para iftarit? Jo, para iftarit, jo. Jo, nuk e preferon as ti si trajner? Asure si trajner nuk e preferoj se mas pare nuk jetu konsumu ujë, diçka që është shumë parimore gjatë kohës që jetu ushtru. Është ashtë ndërsanet ma të rëndësishme të edhe gjatë kohës Ramazanit, mas iftarit, dhe në kohën e syfirit është mirë më ushqy me proteina, me karbohidrate komplekse, edhe me yndyrna që ndikojnë ty pozitivisht në zhvillimin tënë hormonal. Nuk mund është me arrit këtë këta dhe qëllimet e tua në fitness në të njëjtën kur nuk jetu ushqy. E vërtet. Po cilat janë vështirësitë kryesore që përballen personat pasi që të rikthehen në palestër pas një muaji? Problemet kryesore me thonë është që ajo dopsia fillestare, do më thonë personat cilë kthehen në fitness pas një pauze një mujore, kanë mi gjetë vetën në 2-3 javë të vështira, me thonë, ku ndihen ma dopt, ose nuk kanë kondicion sa kanë pas, edhe qaja, po ndërto mundet më cek edhe barjer mentale krijohet gjatë qëtyne 2-3 jave dhe të kthehet njërin në ato vetën. Po Elton, si mundet më kthy në formë një njeri që ka humbur për shembull masë muskulare, ose dikush që ka shtu pesh? Qysh është mënyra ma e mirë për me u rikthy? Po mënyra ma e mirë është tash mos milon egon më të fshi për para, se kur e shë vetën të pauzu një muj, edhe kthehesh mas një muj, na krejtve na mërmenja që aty ku e kena lon që aty e gjejmë. Amo që nuk është? Nuk është se ashtu as pak. Vynë dikon 2-3 javë, ndoshta edhe një muj deri të kthehesh që aty ku e kon, po nuk është diçka për më shqetësu. E përmendte pak më herët edhe barierën mentale që zakonisht krijohet jo vetëm kur bojmë pauza për shkak të Ramazanit, po edhe kur pauzojnë njerëz për arsye personale. Ti si trajner, cila është mënyra jote ose taktika jote më efektive për m'ia u rikthy motivin edhe m'ia u rikthy disiplinën? Qysh i bind me ardh klientat, Elton, si që ajo pjesa më e vështirë. Po s'është që është naj formull magjike, apo dhe kur e shë vetën tu i festu sukseset e vogla, se sidomos në pjesën e bodybuildingut nuk kemi përcjell kur gjo afat gjatë. Ti kemi fokusun që ato 24 orë, ose kemi do që ato 24 orë në periuda hala ma të shkurta, edhe nëse cilën kemi mënu me gjetat perfekten. Nuk është diçka që e bën në kohë të afat gjatë, ose me nësët për 3 muaj, apo den.
Nëse sot për shembull i ke bo 8 përsëritje, nesër i bën 9 ose 10 me një ushtrim caktuar ose rrit peshën për një peshë caktuar, sa do e vogël që është ajo. Do me thonë, konsistenca është qelsi i kësaj, patjetër. Po Elton, a ki ndonjë program të ushtrimeve që ja rekomandon njerëzve që kthehen në fitness pas pauzave gjata, që me pas sa më shumë efekt? Janë të ubos të dime të reja çdo ditë planet e fitnessit, ndrojnë komas kohë, krejt më varet adin qyshe tek, qka pëlqen ty mas shumë ti. Nuk kam diçka specifike, po e kësha cek që mas kohës, do më thonë mas asaj pauzës që u bo gjatë muajit Ramazanit, javën e parë, hajde eventualisht edhe javën e dytë, unë si trajner ju kësha rekomandu krejtve me bo full body workouts, më fokusun 4 deri në 5 ushtrime maksimum, ku përfshihet i gjithë trupi, jo zona specifike që mi të i kalu kallje sa ma letë. E kur jemi të kjo pjesa që po thu që ju pëlqen klientave, ose që pëlqen ty, mundë me ushtru. Qka i pëlqen për shembull më shumë të vajzave me ushtru tek ne? Pa është sen e ditën. Sidomos në përgjithësi 90% e femnave që ka vinë në fitness vinë më fokusun në pjesën e barkut, pjesën e vithëve, shpinën. Po cilat nga këto 3 pjesë vajzat e shohin pak më sfiduse dhe ndoshta i përtojnë edhe pak aty në ushtrimeve të kamve? Diçka që shumica e njerëzve nuk e dinë është që vithet janë muskujt më të mëdhenj në trup. Edhe është pak problem i rrit, ama na ka ndonjë goca plot vullnet. Ja vlen, a? Haj. Cilat janë gabimet që zakonisht i bëjnë personat gjatë ushtrimeve, edhe kur kthehen pas pauzës, po edhe në përditshmëri gjatë ushtrimeve kështu? Cilat duhet t'i shmangin më shumë që ti personalisht e ke vrejt edhe të klientat e tu edhe të njerëzit që isha kështu të ushtru? Sani që unë e vrej mas shumë ti që është gabim që bohet të na është që e lojmë egon më na përcjell shumë në shtrime. Është diçka shumë gabim. Do më thonë nëse ti jetu e sakrifiku formën e ushtrimit për një peshë caktume, atëherë ti nuk jetu ushtru për veti, jetu ushtru për dikën që të këqyra ofër. A do me thonë që sfidojnë vetën me peshat cilat nështë nuk janë të përshtatshme momentalisht, vetëm për me u duk që mujnë me qu pesha matru? Po, bodybuildingu nuk ka të bëj, tashti një trajner i menqëm ose një bodybuilder i menqëm, gjithmonë thët që nuk ka rëndësi sa pesh qënë, po sa pesh dokësh që mënësh me qu. Se është sport estetik. Nëse na jemi të shku në fitness për mu dokë ma mirë, atëherë neve nuk na interesën fort pesha me të cilën jemi të punu. Po sa sfidu se mundëm na me bo qatë pesh. Po Elton, cilat janë lëndimet që mundën me i marë këta persona ose fillestar që i bojnë qëto gabime? Moza ma kesh. Cilat janë prej lëndimeve ndoshta matrona që mandi e bujnë edhe ma të vështirë për me uri? Lëndimet ma të mëdhaja që isho sidomos të meshkujt janë pjesat e krave, gjatë performimit të bench pressit, qofta i drejt apo i nalt. Famnat nuk lëndohen shumë. Famnat s'lëndohen. Famnat se ka negën shumë të madhe me që pesha që ashtë. Po, për Një pjesën... ka poqë të shku më ushtru veç për vete. Po sa ko mundet me marë për me u rikuperu një lëndim ndoshta prej ma të thjeshtve, po kalojnë atë ma të thjeshti që mos me i demotivu krejt ata. Se për shambull kjo kolle e muskujve, ndezja e muskujve që krejt e marim fillim, edhe që ajo në analë nështë ta me shku në fitness, shumë njerëz e ndali fitnessën po foli për veti, në momentin që kam kollet muskujve, veç pritoj mu me shku. Po kollja e muskujve bëhet ma shumë si rezultati keq ushqyrjes në vend të ushtrimeve, në qatë moment që ti i djeg që ato kalorit caktume dhe e shtin trupin me kalu në stres, mi thonë se ushtrimet stres janë për muskujt, atëherë ti në të njëjtën kohë dush me marrë
elektrolitet cilat ty duhen, proteinat cilat ushqejnë muskulin, karbohidratet komplekse që i marrën prej orizit dhe pateve. Qështu evitohet mas leti një kallje muskulin. Po sa janë të vetëdijshëm krejt klientat edhe njerëz që praktikojnë palestrën për mënyrën e ushqimit, edhe sa e praktikojnë? Varet tash a thu për klientan, përgjithësia për klientat të mirë. Okej. Na tregu për klientat tu Të klientat e tu. orienton ka cilat të mirë janë. Të mirë janë, të ngushëm. Të ngushëm. Po sa ke pas vështirë për shembull mja u bot qartë njerëzve që duhesh me marrë këtë për Po shumica e njerëzve që janë vetëdijsuar, e din që nëse nuk ushqehesh mirë nuk ki me pas një rezultat, se fitnessi nuk varet veç prej ushtrimeve, se nuk është sport i cili kërkon performancë, është sport estetik. Kështu që pjesa e ushtrimeve, ty nëse i harxhon 40 minuta, një orë e gjys, hajde në fitness, ti i ki edhe 22-3 orë tjera, në të cilat apet ki mu marrë me fitness. Se është pjesa e ushqimit, është pjesa e pushimit, nuk është veç pjesa e ushtrimeve, me thonë hajtë pe bëj sot që ta përshkojnë fitness edhe... Po sa ndikon ushqimi edhe tek rikuperimi përgjatë lëndimeve? Rikuperimi edhe ushqimi janë 70%, kurse pjesa tjetër i mbetet ushtrimeve. Po. Elton, po dalim pak kështu prej kësaj pjesës klientave, po folim pak edhe për ty, se ke marrë pjesë në disa gara të bodybuilding. Në një vitën e kalum ke qenë, apo jo? Si ka qenë? Trego për atë garë pak, për eksperiencën. Ka qenë eksperienca ma e mirë në botë. Qka kom një kur jem dalë në skenë edhe kur e kom pa salën plot, nuk përshkruhet me fjallë. Ka qenë hera parë që federata NPC ka ardhë në Ballkan, me thonë. Gara ka qenë sponsorizume prej një grupit italianëve. Jom bo kampion, ase. Edhe ka qenë një për eksperiencave më të mira që e kom përjetu me herë. A kem plan prap për me shku me naj garë tjetër, a jetu përgadit diqka për këtë vit? Kemi me pa prap? Jo, veri jo. Faktikisht e kom planifiku në fund vitit edhe një herë, se është stresuse shumë. Ta është i kje pjesa e garave, unë me thonë që është eksperienca ma e mira që e kom pas në herë, po deri në momentin që më rrinë aty, kër ja nisë që ato 2-3 javë të fundit, mi pa vetën të hongër vish peshë këtë zimë, pa krë, pa biber, që ajo është pak sfiduse, kështu që e kësha shty dhe i ka fundi vitit. I ka fundi vitit, po ha pak ma mirë, të thonë, Eltoni. Okej, e tha që është shumë stresuse, pa tjetër këtë procesin ndoshta i para përgaditjes, përgaditja fizike, përgaditja psiqike, na e tregove pak edhe për ushqimin, po cilat janë sfida tjera që Eltoni përballet para se për shembull të marrë pjesë në një garë? Po, është edhe së është e ditur, në varet sa të vetëdijsumi janë njerëz ose çfarë nivelit fitnessit kanë, po me shku në gara, ose me qenë i përgaditun për gara, nuk është një prej sanave ma të shëndetshme që më nëshmi bote për trupin tënë. Se qashtu ki mu duk njëherë në vjetë, një moment është në skenë kur del, ajo planifikohet, do më thonë gjdo sen që ka e bën prej fillimit përgatitjes garës, planifikohet që ti një minutë që aty sa e në skenë, Ki mund duk qashtu. Mund duk qashtu. Do më thonë, Së është diçka ndoshta ma e mira mundshme që... Së është diçka që mund është me bo shumë shpesh, se i jep trupit shumë stres, se mu qunë ora 5 me bo një orë kardio, e mandej mu këthyje se cilën ditë mi pas ushqimin ma të vogël, ma të kufizum, është edhe sfid mentale, po edhe trupore. Po pas përfundimit qasaj gare, a ju kthejve ushqimit kështu me të madha, munove me rujt prap? Medaljet me veti i kom pas kur kom shku me ungër pizza, që ajo konë... Jo konë më mdo këtë... Që ajo e ka ndrejt gare në më ma shumë.
Okej, po sa ke pas ndoshta për krajën e shoqënisë, kolegëve në fitnes, familjes, po se po, kur ke thonë që unë po du me shku me qëtë garë, se po du me qenë pjesë, ose mu fillu mu merë me këtë punën e garave. Cilat kanë qenë komentot kështu, bëhu i sinqert, pozitive, negative? Mos më konë supporti i familjes, unë s'kisha mujt me dalë aty, për ata jam falendërus të njetën. I shoqënis me thonë, po edhe jo. Se jo? Se, adin që është njerës cilë të supportojnë për gara, sidomos, ose i kolegëve me thonë, edhe pse që ata kolegë cilët më kanë suportu mu, në i kam shok, po në momentin kër të vjen qashtu më të suportu në gara, dhe ata të kthejnë si pjesë e familje, dhe të po, në pëndin qysh. Se të vjen mi pa qdo ditë pjesën më të madhe ditës je që aty me ta, jo puna me klienta, jo ane, jo këne, Kështu që edhe ata një farë forme, e kam një farë grupe me cilët jem përgadit me ta për gara, e kam trajnerin Leonardin, cilin e përshëndes shumë, a edhe ata e kam pjesë të familjes. Pra, kryesisht kanë qenë për krahas, si shoqënia, si familja. Edhe për fond, do ashta më këthy pak tek profesionit, se i përmende edhe klientat, so është të vështirë me qenë trajner i fitnessit edhe cilat janë sfidat kryesore? Ose të shumë, unë e du shumë se është pjesa që tashti na i thojnë personal training ose personal trainer, po kthejhet me një lidhje personale që ashtu lidhësh emocionalisht edhe ti me klient edhe klienti me trajner, se të ke fundit qëllimet e dikuj në fitness bojnë qëllimet për bashkëta. Unë si trajner jam aty mi ndimu dikën që mi mri qëllimet e veta. Edhe tashti në qatë moment që i kalëzën dikuj që ka me hongraj gjatë ditës, ose sa ka me flejt gjatë ditës, ose sa ka me pi ujt gjatë ditës, aty mandej lindin edhe adin muhabetet tjera, ose për shambull e kina e klient sonte ka me dalë. Po, a mund është të gjumë pauzë? Jo, tashti është interesant se kur t'i kryin ushtrimet, një muskull kur lodhë stresohet e sa në vene, mledh gjak edhe ajet. Ta është interesant me klienta kur e len na i të premte, se na shqiptarët kena qef me dalë të premteve. Djemë zakonisht kanë qef me ushtru dur, ta ashtu mu do pak ma. Oj, dur ma të frit. Oj, dur. Elton, Emira tha për fund, po unë përdu edhe për fund vish edhe një këshill edhe një mesazh të mja u jap gjitha aty në personave që po dojnë mja njës fitnessit, po jonë të hezitu, jonë si në më dyshje. Aty në personave të cilët janë në më dyshje, mu i mi o thonë që vendimi ma i mirë që mundën mi marrë është me ani fitnessit. Po edhe plus ta shukry Ramazani, është vera shumë afer. E kanë mundësi të me u aktivizu. Ta është vera, bile si vjetë ishë ndo oferta me shku në Spanjë, ka bëni trup. Ka pushtroni ma shpejt. Mesazhi ma motivu.